Bismillah. Hamd Allahu Azza wa Jall për çdo mirësi. Sot pra është dita e fundit, namazi i para fundit pra i akshamit dhe i atësis me lejen e Allahut Azza wa Jall në Qabe. Falenderoj Allahun që ma mundsoi me ardh. I lutemi Allahut Azza wa Jall të ma mundsoj mu dhe gjithë juve që po shikoni dhe dëgjoni, të ma mundsoj me ardh numre, me bo tavaf, me ju lutë Allahut Azza wa Jall me vizitu shpinë e Allahut Azza wa Jall. Allahu ju bekoft me të mirat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. I lutemi Zotit Gjelle Gjelalu me emrat e tij dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu Azza wa Jall na fal neve, t'i fal prindrit tanë dhe t'i fal besimtarët dhe besimtarët. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall në çdo çast dhe moment. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall në çdo orë dhe për çdo ditë. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo javë, muaj edhe vit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, hamd atij për tër jetën deri në momentet e vdekjes. O Allah, falna, mshirona. O Allah, falna dhe mshirona. O Allah, falna mbi tokë, e kur desim mshirona në tokë, e kur do të ringjallemi na leso llogarin dhe na shpërblet gjithve me Jannatul Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.